Projekti 3. Goditja e fillimit. Sekreti I natës së parë. Namazi, zgjohu, kthjellu tani, sepse Ramazani nuk pret të përgatitesh, ai të gjen ashtu siç je. Dije se nga fillimi I mirë njihet fundi I mbar, dhe ky është ligji I Allahut në librin e tij. Wal aqibatu lil muttaqin, fundi I lumtur u takon atyre që I friksohen Allahut. Sura Al-A'raf ajeti 128. Por pyetja që vendos gjithçka është: si e nisim? A e di cila është nata më e rëndësishme e gjithë Ramazanit? Shumë njerëz mendojnë se është nata 27. Por selefët thoshin: kush e humb fillimin, vështirë se e përmirëson fundin. Sapo shpallet se hëna Ramazanit ka lindur, gara fillon. Profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte: kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit dhe prangosen shejtanët. Buhariu dhe Muslimi. Atë natë Allahu zbret me mëshirën e tij dhe shikon robërit e tij. Inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin. Vërtet, mëshira e Allahut është afër punëmirëve. Suratul A'raf ajeti 56. Atë natë Allahu shikon kush u përgadit për të dhe kush mbeti zhytur në zakone. Po ne, çfarë bëjmë? Kur dëgjojmë nesër është Ramazan, vrapojmë në përmarkete, mendojmë për ushqimin, për tryezën, për stomakun, ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam na paralajmëroi: sa agjërues ka që nga agjërimi I tyre nuk kanë tjetër veç urisë dhe etjes, transmeton Ahmedi. Dhe selefët thoshin: sa shumë njerëz agjërojnë Ramazanin, por nuk e takojnë Allahun në të. Kuzhinat zijejnë, por zemrat ftohen. Stomaku mbushet, por shpirti mbetet bosh. Ndërkohë, Allahu thot: Dhalike wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub. Po, kështu është, ndërsa kush madhëron shenjat e fesë Allahut, tregon për kushtimin e zemrës së tij. Suratul Hajj, ajeti 32. Nëse e nis Ramazanin me djegje, do ta përfundosh me ndriçim. Selefët thoshin: Allahu e shikon zemrën në fillim dhe e ndihmon trupin deri në fund. Nëse e nis natën e parë me namaz, me lot, me pendim të sinqert, me një vendim se ky Ramazan nuk do të jetë si të tjerët, atëherë Allahu të hap rrugën. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që luftojnë për çështjen tonë, sigurisht ne do t'i udhëzojmë drejt udhëve tona. Suratul Ankabut, ajeti 69. Mos lejo që nata e parë të gjejë të shpërqendruar. Mos lejo që fillimi të ikë nga duart. Hasan el Basriu, Allahu e pasmëshiruar, thoshte: Ramazani nuk është për atë që ha dhe pi, por për atë që zgjohet dhe qanë para Allahut. Bëhu nga ata që e godasin fillimin, bëhu nga ata që I thonë Allahut: o Zot, erdha që në natën e parë jam I yti, sepse Allahu thot: fadhkuruni adhkurkum. Prandaj më kujtoni mua që unë t'ju kujtoj. Suratul Baqara, ajeti 152. Nëse Allahu të përmend në fillim, ai do të mbajë për dorë deri në fund. Ibn Rajab el-Hanbali thoshte: kush e rregullon fillimin e tij me Allahun, Allahu ja rregullon përfundimin. Këtë vit ndryshoje skenarin. Kur të lind hëna, drejtohu nga kibleja. Hape Ramazanin me Allahun, që Allahu ta mbyll me ty. Merë goditjen e fillimit dhe ktheje këtë Ramazan në rrugën tënde drejt xhenetit.